Përshëndetje të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të Shkollës së Jetës. Jam përsëri me ju në një podcast solo sot me një temë tjetër goxha interesante për le të themi zhvillimin tuaj profesional, qoftë në karrierë ose qoftë në biznes. Të flas për të fuqinë e lidhjeve, marrëdhënieve njerëzore. Besoj që të gjithë që më ndiqni ose dëgjues të ri që bëjnë pjesë e podcastit e dini në fakt se si unë mendoj për vlerën që i gjithmonë i vendos marrëdhënieve njerëzore. Sa mos në kohërat që po jetojmë dhe mënyrën dinamike ose me ambientin dinamik që ne qasemi në rritjen e biznesit tonë, e kuptojmë që është shumë e rëndësishme si të ndërtojmë lidhje të fuqishme me njëri tjetrin, marrëdhëniet njerëzore, me atë treg apo me ata njerëz në fakt që janë njerëzit tuaj ideal, jo vetëm duke i parë në këndvështrimin e klientëve, por edhe partnershipeve strategjike dhe të fuqishme. Marrëdhëniet njerëzore janë një nga fuqitë më të rëndësishme të biznesit, edhe sot në kohën e AI dhe të teknologjisë, sepse unë mendoj gjithmonë nga përvoja ime apo formimi im në psikologji dhe në shkencën e trurit në neuroscience që njerëzit mësojnë nga njerëzit e tjerë. Njerëzit që munduan të ndajnë përvojat e tyre me njerëz të tjerë. Njerëzit gjithmonë duan që të marrin ndihmë nga njerëz të tjerë, sepse jemi akoma human dhe shpresoj të mbetemi të tillë për vitet me radhë dhe patjetër që marrëdhëniet njerëzore gjithmonë do të jenë një nga ato tema kryesore le të themi kur vjen fjala për rritjen e biznesit, por edhe për lumturinë ose për mbushjen individuale. Atëherë fillojmë me disa nga kanalet më të rëndësishme që mund të fokusoheni për të ndërtuar marrëdhënie njerëzore, siç thash, sigurisht edhe në veçanërisht do thoja edhe në këtë treg që ne po përballemi me sfidat ekonomike, me sfidat të ndryshme të inflacionit, me sfidat e ekonomisë. Është e rëndësishme që të kuptojmë se si të fokusohemi dhe më shumë tek ato marrëdhënie njerëzore ose te rrjeti jonë që kemi ndërtuar ose që duhet ta ndërtojmë qëllimisht në fakt, nuk duhet asnjëherë të ndalim që të takojmë njerëz të ri, të zgjirojmë rrjetin tonë të marrëdhënieve njerëzore, qoftë ato profesionale dhe personale. Unë mendoj që gjithmonë fillojnë personale dhe përfundojnë në profesionale, sepse ne lidhemi me njëri tjetrin në anën personale dhe pastaj vendosim nëse duam të besojmë apo jo dikë për të na ndihmuar profesionalisht. Unë mendoj që gjithmonë fillon te ana personale. Edhe nëse një marrëdhënie fillon në mënyrë profesionale, ne gjithmonë si njerëz jemi gjithmonë duke kuptuar nëse ky person mund të besohet personalisht. Sepse vlerat e njeriut janë vlerat e njeriut, pavarësisht çfarë ne bëjmë apo çfarë rrugë kemi zgjedhur, qoftë biznes, qoftë një karrierë të caktuar në një fushë të caktuar. Atëherë, rrjeti, një nga rrjetet e rëndësishme ku mund të shtoni, le të themi, një nga kanalet e rëndësishme të thoja në shqip që ne mund të fokusohemi për të ndërtuar marrëdhëniet tona njerëzore janë patjetër rrjetet sociale. Gjithë e kemi kuptuar tashmë sa të rëndësishme janë rrjetet sociale dhe të dalojmë përtej rrjeteve sociale për ndërtuar marrëdhënie njerëzore. Pjesa tjetër është që të marrim pjesë në evente të ndryshme. Në evente të ndryshme networku, në evente të ndryshme të fushave tona, të caktuara që jemi në bizneset tona, evente të ndryshme ku ka folës caktuar, evente që ne zhvillohemi, evente që ka një qëllim të profesional, ndërtimi i marrëdhënieve. Këto janë gjithë eventet që gjithmonë çojnë ndërtimin, do thoya unë, marrëdhënieve më të shpejta dhe më të shëndetshme. Sepse gjithmonë kur shikojmë dikë live ose në person, si i themi ne në anglisht, in person, patjetër që besimi ndërtohet më shpejt. Sepse mund të ndjejmë, mund ta lexojmë personin fytyrë me fytyrë, jo vetëm nga ana virtuale. Kështu që kjo mund të jetë një nga, le të themi, fokuset tuaja shumë të rëndësishme në ditën e sotme, kur vjen fjala për vazhdimin e ndërtimit të një rrjeti të ngrohtë që quhet, me njerëz që ju njohin, ju pëlqejnë dhe ju besojnë, sepse këto janë tre hapat në fakt që duhet të kalojë çdo marrëdhënie në mënyrë që dikush të vendosë nëse ti je personi i duhur për ta ndihmuar atë apo jo, ose për të patur një, le të themi, interes përbashkët
duke arritur qëllimet individuale për të dyja palët. Një nga rritjet e tjera, do thoja për këtë pjesën e marrëdhënieve njerëzore, është patjetër në biznes, në botën e biznesit janë bashkëpunime strategjike dhe partnershipet strategjike. Duke u bërë pjesë e bashkëpunimeve strategjike, atëherë sigurohemi që të dyja palët fitojnë. Si ti kuptojmë nëse një bashkëpunim është strategjik apo jo, nëse ai person që ju kundërtoni këtë marrëdhënie apo këtë partnership, shërben njerëzit që ju doni të ndihmoni. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme e përbashkët, dhe pjesa tjetër është nëse çfarë ju bëni komplementon njëra tjetrën. Prandaj quhet partnership, se partnershipet gjithmonë janë komplementuese. Dikush ka një gjë, dikush ka një gjë tjetër dhe formohet ajo puzzle-a dhe bëhet më e plotë. Mund të thoya të një marrëdhënie njerëzore personale, por po e mbajmë te ana e biznesit këtë bisedë. Atëherë, siç thash, duhet fokus dhe strategji për të gjetur këtë marrëdhënie strategjike me njerëzit ose me rrjetin e njerëzve që ju jeni duke ndërtuar marrëdhënie gjatë rrugtimit tuaj, dhe është mirë që të shihni me këtë sy të marrëdhënieve ose të partnershipeve strategjike në mënyrë që të dini se çfarë t'i ofroni njëri tjetrit, që kjo marrëdhënie të jetë e suksesshme nga të dy anët, por të jetë edhe afatgjat normal. Sepse një nga problemet kryesore që unë kam vënë re me ndërtimin e marrëdhënieve njerëzore është që nëse ne nuk jemi të qartë se çfarë kërkojmë, mund të jemi duke harxuar kohën tonë të vlefshme dhe kohën e dikujt tjetër, që sot është bërë koha më e vlefshme, sepse nuk kemi kohë, është një botë shumë dinamike, secili është duke bërë diçka, kështu që duhet jemi dhe më të zgjuar dhe më të qëllimshëm me atë qartësinë që ne kemi, se çfarë kërkojmë dhe çfarë mund të ofrojmë në tavolinë, çfarë mund të sjellim me para në mënyrë që të marrim. Sepse dhe kjo është një mënyrë tjetër e të menduarit që është shumë e rëndësishme ndërtimin e marrëdhënieve njerëzore. Fjala shqip e kam menduar një ditë, thot marr, dhënie, marr edhe dhënie jap, por mendoj që duhet jetë nga ana tjetër, dhënie, marrje. Duhet japim, pastaj të marrim. Mund ta kthem nga ana tjetër, sepse mendoj që kjo është mënyra se si funksionon më mirë me marrëdhënie njerëzore, por gjithsesi nuk të ndryshojmë fjalorin e gjuhës shqipe, por ishte një nga konceptet filozofike që unë gjithmonë mendoj. Dhe mendoj që sidomos kur vjen puna te marrëdhënieve njerëzore, është mirë të japim, nuk po më del shmirë, të japim para se të marrim. Sepse mundohet truri ta përkthej fjalë për fjalë, marrëdhënie, dhënie, marrje. Kështu që është mirë të kthehet nga ana tjetër. Se me çdo kanal ose me çdo rrjet ose me çdo marrëdhënie njerëzore që ne rrethohemi. Përtej kësaj, siç thash, eventet e industrisë tonë janë një kanal shumë i rëndësishëm për te rrjeteve sociale, ku mund të ndërtohen këto marrëdhënie strategjike. Dhe siç thash, sot me sfidat që përballemi, njerëzit gjithmonë do shkojnë tek ata njerëz që tek ato marrëdhënie të ngrohta, gjithmonë te njerëzit që njohin. Kështu që është bërë dhe më rëndësishme në fakt sot që kjo të jetë një nga gjërat që ne asnjëherë nuk le të themi heqim fokusin ton, duke marrë me ato përditshmëritë e rritjes së biznesit, me atë pjesën e operacioneve, por gjithmonë mos harrojmë këtë pjesën e marrëdhënieve njerëzore, sepse siç thash është një nga gjërat më të rëndësishme. Kaq kisha sot në fakt, faleminderit shumë që ndiqni, faleminderit le të themi dëgjuesve dhe shikuesve të ri të podcastit të Shkollës së Jetës. Më vjen mirë që i bëni një pjesë çdo ditë dhe podcasti rritet çdo ditë. Nëse e gjeni të vlefshme këtë episod, ndajeni me njerëz të tjerë, bëni subscribe dhe lini një review në mënyrë që sa më shumë sipërmarrës ta gjejnë këtë informacion. Unë i falenderoj si gjithmonë dhe do shihemi në episodin e radhës.